1.000 vetë, një popull I tërë simetrik me gjithat popull që kemi angazhuar në këtej në administratë për të bërë negociatat. Dhe tani 1.000 vetë që merren me gjitha detajet që qëmtojnë çdo gjë, si mund të gabojnë edhe të jenë pagabushëm ca kwa që I ke për natë në për ato salonet e berberhaneve televizive ku ruajnë e qethin këtu dali për para. Nuk mundet, është e pamundur. Jemi absolutisht në rrugën e dur, absolutisht në rrugën e dur. Kemi patjetër plot gjëra për të bërë akoma. Dhe për këtë arsye po punojmë intensivisht. Të meta plot sa duash, por jo ato të meta që na I këndon këneta e kuave. Dhe më pas jemi spostuar nga Bruxelles në Luksemburg, ku zhvilloi dita e Bashkimit Evropian, sepse sipas traktatit janë 3 herë në vit që Bashkimi Evropian spostohet në Luksemburg për aktivitetin e vet, dhe ku kemi çelur një tjetër grup kapitush. Një tjetër grup kapitush që siç e dëgjuat dhe siç u thanë dhe u arrokanisën kokën në kuadrin e bombardimit me gënjeshtrat e tyre, nuk do hapej më, sepse ishte mbyllur dera për Shqipërinë, sepse mua s'm kishin dhënë as dark, s'm kishin dhënë as dark se isha sjell keq, edhe sepse po pristin tani bufin e gënetës. O Zot, ç'bëhet kështu. Po pristin bufin e gënetës të gjithë, bashkë me Qirje Dulen. Se shkoi bufi me Qirje Dulen në Parlamentin Evropian, që u hapi derën Qirje Beleri, edhe u përmbys bota. Të tërë u ngritën në këmbë.